Pasi ndoqëm sugjerimin ton për recetën e ditës për ditën e sotme, do të kalojmë në një hapësirë tjetër, hapësirë të dedikuar shëndetit. Bëhet fjalë për një problematik që jo pak persona e kanë, e për të cilën ne do të cillim edhe dietat të caktuara. Do të kalojmë tani në hapësirën e shëndetit, ndjekim siklën. Në këtë hapësirë do të kemi, si që e prezentuam dhe pak më parë, Anila Kaleshin, përshëndetje përsëri e dashur, kemi një tavolinë me ushqime të ndryshme, të cilat ose ndihmojnë ose shkaktojnë dhe përkeqësojnë një problematik që është ajo e Hashimoto's. Po, atëherë, çfarë është kjo si problematik shëndetësore? Atëherë, kur kemi rastin e tiroides Hashimoto, tiroiditit Hashimoto, ne kemi një problematik të sistemit imunitar. Sistemi imunitar godet tiroiden duke shkaktuar tiroiditin Hashimoto. E thash dhe më përpara, 1 ndër 8 gra janë të prekura. Zakonisht në statistika pjesa më e madhe e atyre që kanë problematika me Hashimoto janë femrat, fatkeqësisht gjithmonë, qoftë për shkak të çrregullimeve hormonale të ndryshme, qoftë gjenetika, por pjesa më e madhe është prekja e grave. Dhe kur zhvillohet tiroidi Hashimoto, tiroiditi Hashimoto, ne kemi le të themi një prekje të sistemit imunitar, duke vetë sistemi imunitar duke krijuar antitrupa dhe duke goditur tiroiden, duke e nxjerrë jashtë funksionit në mungesë të jodit. Pjesa më e madhe e pacientëve që kanë tiroiditin Hashimoto janë personat të cilët le themi zhvillojnë një hipotiroidizëm, pra mungesë të jodit në organizëm. Edhe një ilustrim në foto të problematikës kësaj tiroidea Hashimoto. Natyrisht, diagnostikimi i tiroiditit Hashimoto bëhet nëpërmjet analizave mjekësore, Po shenjat e para cilat mund të jenë? Po, ja po i them tani. Thjesht, diagnostikimi bëhet nëpërmjet analizave të shës, të FT4-s, FT3-shit, por gjithashtu anti-TPO-ve, sepse janë anti-TPO-t ato që zhvillohen shumë, le të themi, në momentin kur kemi një prekje të sistemit imunitar dhe anti-TG-t. Gjithashtu, ekografia natyrisht nxjerr një strukturë heterogjene të tiroides, kështu që nëse ne diagnostikohemi me tiroiditin Hashimoto, le të themi, duhet kemi dhe një qasje tjetër tek këto simptoma që kemi. Kemi zakonisht të ftohtë shumë, kemi mpyrje të duarve, kemi probleme me konstipacionin, kemi çrregullim të ciklit menstrual, kemi rënje të flokëve, kemi edema të ndryshme, kemi ritension hidrik në organizëm, pra kemi një sër, le të themi, shenjash të dukshme, të cilat na tregojnë dhe na bëjnë të qartë së bashku me analizat dhe me shfaqje ndoshta të disa mangësive të disa vitaminave dhe minerale, flasim për selenin, për magnezin, për manganin, por gjithashtu për jodin. Nëse ne kemi këto problematika të acideve yndyrore omega 3, pra nëse kemi në analizat që bëhen këto problematika ose këto deficienca, jemi të diagnostikuar me tiroidin Hashimoto. Nëse bëjnë gjithë analiza, bëhet ekoja... Me një analizë të thjeshtë, me analizat që mund të bëjnë zakonisht? Jo, vetëm në momentin kur ne kemi këto simptomat, do me thënë, dhe dyshojmë për diçka, natyrisht mjeku endokrinolog na jep për të bërë këto analiza dhe nëse ne shikojmë këto problematika në organizëm, kuptoj që e kemi të lidhur me këtë tiroidit. Si mund të ndihmojmë që të largojmë këto si problematik? Natyrisht, tiroiditi Hashimoto, nëse ka ardhur në organizmin ton, do të na shoqërojë her pas here. Dhe her pas here ne duhet jemi shumë të kujdesshëm për të monitoruar, natyrisht për të pasur her pas here kontrollet me mjekun endokrinolog për të parë se si ka ecur, le të themi, kjo sëmundje, sepse është sëmundja autoimune dhe sëmundjet autoimune janë vështirë për të larguar nga organizmi, mund të jenë bashkëshoqëruese, por nuk janë të rrezikshme për jetën nëse ne i korrigjojmë dhe i mbajmë nën kontroll, duke bërë analizat e ndryshme për të parë deficiencat e vitaminave dhe mineraleve dhe nëse ne kemi deficienca dhe organizmi nuk i përthith mirë, natyrisht duhet jemi të kujdesshëm që këto t'i marrim në formën e suplementeve, por natyrisht edhe le të themi t'i ingranojmë ose t'i fusim në dietën tonë të përditshme. Duke pasur ushqimet të cilat janë të pasura me acide yndyrore omega 3, me zink, sepse duke qenë një problematik e sistemit imunitar, natyrisht një dietë antiinflamatore, e kemi thënë dietën antiinflamatore e kemi bërë që në herën e parë të këtij emisioni.
një dietë antiinflamatore është shumë e rëndësishme për këtë qasje, le themi. Përpara se të vazhdoj me pjesën e dietës, me pjesën e ushqimeve, më erdhi një pyetje që do doja në fakt ta bëja për pjesën e moshës. Ka një moshë specifike që mund të ndodhë, për shembull, që janë më të predispozuara vajzat ose gratë? Mosha specifike që kap, le të themi, këtë problematik të ndryshimit të prekjes të sistemit imunitar, por natyrisht edhe të tiroides, që e bën të dalë jashtë funksionit, është mosha 20 deri në 60 vjeç. Dhe kryesisht tash fillon që në moshë të re. Prek zonjat, sepse zonjat janë më të predispozuara për të pasur çrregullime hormonale, le të themi, që tek periudha e ciklit, duke vazhduar tek lindje, tek shtatzanit, por natyrisht edhe menopauza është një tjetër element. Këto të trija, le të themi, ndryshime hormonale shumë të fuqishme tek gratë mund të bëjnë ndryshimin ose goditjen, le të themi, e sistemit imunitar dhe natyrisht edhe të tiroidit Hashimoto. Pra, kjo është ajo që në statistika ka nxjerrë, le të themi, më shumë të prekura femrat sesa meshkujt. Në rregull. Atëherë kalojmë tek pjesa e ushqimeve, të cilat ndihmojnë ose përkeqësojnë këtë si problematik shëndetësore. Si gjithmonë kemi ndarë ushqimet të cilat janë favorizuese dhe ndihmojnë mjaft mirë për të marrë acide yndyrore omega 3, për të marrë zinkun, magnezin, për të bërë përthithjen e mirë të jodit. Pra ushqimet që duhet i kemi në dietë. Po. Dhe në krahun tim të majt, kemi të gjitha ushqimet të cilat është shumë e mirë për të shmangur. Natyrisht, le të themi, studimet të shumta kanë treguar që ecuria e tiroidit Hashimoto është shumë e mirë kur ne shmangim glutenin, shmangim laktozën, shmangim acidet yndyrore të cilat ofrohen nga vajrat, le të themi, nga vaji i misrit, vaji i lulediellit, vaji i sojës, le të themi, por gjithashtu dhe ushqimet e procesuara, ushqimet të cilët përmbajnë sheqer të tepërt dhe ushqimet e procesuara të cilët përmbajnë nitrate të shumta, flasim për prosciutat e tymosura, peshkun e tymosur, le të themi qoftet apo picat e famshme, le të themi, dhe të themi që ëmbëlsirat janë një tjetër element, duke pasur sheqerat artificial, të cilët agravojnë, le të themi, problematikat me inflamacionin. Një problematikë e tillë shëndetësore, siç është tiroidja Hashimoto, çfarë efektesh kanë në trup që janë të dukshme, për shembull, sjell shëndet të tepruar, për shembull? E thash dhe më përpara, kemi shtim peshe, kemi flok që bien shpesh, kemi mpirje të duarve, gjymtyr të ftohta, e ndjem shumë shpesh të ftohtin, kemi edema të akumuluara në organizëm. Mund të jetë edhe sepse ne kemi normalisht dietën, përdesa e kemi dietën e dobët të shtimi, apo edhe në qoftë se ne përpiqemi të konsumojmë dietë shumë strikte dhe qoftë se e kemi në organizëm atë si sëmundje prapë vazhdohet që Jo, nëse ne jemi të kujdesshëm me regjimin ushqimor, patjetër regjimi ushqimor ndihmon mjaft mirë në uljen e inflamacionit, dhe ky është një inflamacion kronik, le të themi, duke prekur sistemin imunitar dhe duke ulur inflamacionin, ne kemi një përmirësim të dukshëm edhe të disa problematikave. Për sa i përket zonjave në Shqipëri, mendon që është e përhapur edhe në Shqipëri kjo? Ju përmendët 1 në 8 persona. Kjo është në gjithë botën apo është në rang global? Në Shqipëri statistikat në Shqipëri janë pak më të, le të themi, pak më jo shumë të monitoruara, por gjithsesi edhe në Shqipëri unë të paktën hasem shumë me pacientë të cilët vuajnë nga tiroiditi autoimun Hashimotos dhe le të themi janë kryesisht vajza të cilat ndoshta mund të kenë edhe problematika me bezoren policistike, mund të kenë problematika me shtimin e peshës shumë shpesh dhe probleme autoimune. Atëherë është momenti që të kalojmë tek dietat specifike. Keni përgatitur 5 dieta sot? Po, unë kam dhënë një regjim ushqimor për 5 dieta, por duhet të veçoja pak. Po ta shikosh këtu, unë kam vënë edhe disa ushqime shumë të mira. Do me thënë, i referohemi për një dietë antiinflamatore, i referohemi pothuajse të gjitha perimeve me ngjyra të ndryshme dhe të larmishme, preferojmë le të themi qumësht bajameje ose are kokosi, pra qumësht bimor, por të shmangim qumshtin bimor, duhet. Por duhet të shmangim qumshtin e sojës. Ndërkohë e kemi faqe të ndërpresë, kemi dhe në let të shfaqur. Po. Vetëm duhet të ndaj diçka këtu. Po ta shikosh këtu, kam vënë disa perime ose le të themi lakërishtet, të cilat janë gojë trojgjene, të cilat
pengojnë përthithjen e jodit në organizëm. Duke qenë që tiroidja Hashimoto lidhet pak a shumë me hipotiroidizmin, pra me mungesën e jodit në organizëm, gojtrogenet janë frenuese të përthithjes së jodit në organizëm. Pra duket sikur janë ushqime të shëndetshme, po në fakt do të preferoja që këta persona të kenë mundësi që t'i shmangin. Duke vazhduar edhe me kajsin, edhe me pjeshkën, të cilët përsëri edhe këto kanë tendencën, le të themi, për të mos bërë një përthithje shumë të mirë të jodit në organizëm. Pra, ju domosdoshmërisht ushqimet që në përgjithësi janë të shëndetshme, domosdoshmërisht të bëjnë mirë. Kalojmë specifikisht tek secila dietë, për mëngjes, dieta e parë. Një omlet me spinaq dhe domate dhe një fet buke pa gluten, sepse i thamë që gluteni është, le të themi, është stimulues i inflamacionit në organizëm. Në vakt të ndërmjet omlet kemi një moll dhe disa bajame, fileto salmoni të pjekur me limon dhe sallat me rukële, avokado dhe quinoa, smoothie me qumësh bajame, banane dhe farakia dhe një pul e pjekur, gjoks pule e pjekur me perime të pjekura për darkë dhe oriz integral dhe para gjumit një çaj kamomili për të qetësuar inflamacionin në organizëm. Mund të bëjmë ndonjëherë ndryshim për shtatje për shembull për personat që salmoni nuk u bën mirë, për shembull të zëvendësojnë me një peshk tjetër. Atëherë, nëse kemi ndoshta një intolerancë ushqimore që personi nuk arrin ta tresi mirë, le të themi, salmonin, patjetër që mund zëvendësohet me skumbri, me sardele, me një, le të themi, një peshk i cili është i vendeve të ftohta, kryesisht i ujrave të ftohta, por që përmban acide yndyrore omega 3, sepse janë shumë të rëndësishme në luftën kundër inflamacionit, acide yndyrore omega 3. Kalojmë tek dieta e radhës, që nis me një smoothie. Smoothie me fruta të freskëta, farakia dhe miell pa gluten. Një grusht me ara dhe rrush në vaktin e paradites, sallat me domate, avokado, quinoa, vaj ulliri dhe limon, pasdite perime të prera, karot, selino dhe humus, duke kaluar në darkë me filet trofte, me perime të zjera dhe patate të ëmbël dhe çaj xhenxhefili apo gingeri. Dhe besoj që duhet ta specifikojmë donë se shumica e din tashmë që për secilin prej këtyre ka rëndësi edhe masa, se nuk do të thotë vetëm Po, nëse duam të humbasim peshk, unë e them gjithmonë, ky është një regjim ushqimor që nuk është për të gjithë. Natyrisht ne të gjithë jemi unik, organizmi është unik, dikush ka deficienca të një vitamine, dikush i ka me tepric, dikush ka një problematik tjetër, mund të jetë me tiroiditin Hashimoto, por mund mos ketë pesh, pra mund të jetë nën pesh, pra mund të jetë një sër patologjish të ndërthura tek një person i vetëm, kështu që është shumë e rëndësishme për të gjithë monitorimi, qoftë tek endokrinologu, qoftë tek dietologu, qoftë tek menaxhimi i stresit, sepse edhe stresi rrit nivelet e kortizolit në organizëm, dhe duke rritur nivelet e kortizolit në organizëm, natyrisht ndikon mjaft rënd, le të themi, në sistemin imunitar. Kemi tani dietën e tretë të shfaqur në LED, bëhet fjalë për quinoa, regjia nëse na tregoni ditën e tretë, quinoa me qumësht bajamesh, quinoa me qumësht bajamesh, faraliri dhe fruta të freskëta, një smoothie me spinaq, banane dhe qumësht bajamesh, siç e shikoni qumshti është gjithmonë është bimor. Supë me përshesh me mish pule, një fet buk pa gluten gjithmonë, pastaj qumësht pa laktoz me boronica dhe kos pa laktoz me boronica dhe peshk i pjekur me limon, sallat spinaqi dhe quinoa. Dhe gjumit përsëri një çaj bimor. Do të kalojmë tek dy dietat e fundit dhe në këtë mënyrë quinoa me qumësh bajame, omlet me spec, spinaq dhe domate, një fet buk pa gluten, një dardë me disa bajame, sallat me gjoks pule, avokado, rukëlla dhe farakungulli, smoothie me qumësh bajame, banane dhe farakia, fileto peshku i bar me perime të pjekura, brokoli dhe kungulli, dhe quinoa dhe çaj kamomilit. Çaj kamomilit. Duken dieta që të mbajnë edhe gjatë, besoj nuk të krijojnë probleme që të kesh uri të shtuar, dhe kalojmë tek dieta e fundit, miq, që ne ju sugjerojmë për çdo person që ka problematik të tillë shëndetësore. Quinoa me fruta të freskëta, farakia dhe një lugë mjalt organik, një grusht arra braziliane dhe një mollë, supë me perime me mish gjel deti dhe fet buke pa gluten, kos pa laktoz me copa banane, gjoks pule i pjekur me perime të zjera, karota dhe kungull dhe patate të ëmbla, duke vazhduar me një çaj gingeri, i cili është shumë i mirë. Këto ishin 5 dietat të cilat Anila ju sugjeron, në qoftë se keni një problematik të tillë shëndetësore, mund t'i alternoni në ditë të ndryshme të javës, ose në qoftë se njëra nuk është e përshtatshme, mund ta zëvendësoni me tjetrën, pra keni mundësi të zgjidhni. Rëndësishme është të shmangësh ushqime të cilat janë proinflamatore dhe të japësh fuqi dietës tënde duke shtuar ushqime të cilat ndihmojnë në luftën kundër inflamacionit. Pra, në qoftë se nuk jeni tipa që i qëndroni dot strikt dietave të cilat u treguam, mund të dëgjoni këshillat
dhe sugjerimet që ju dha për ushqimet që duhet konsumoni dhe cilat duhet evitoni në këto raste. Anila, shumë faleminderit të dashur, ishte një kënaqësi vërtet të flisnim për këtë temë që jo pak raste na kemi dëgjuar që të jetë si problematik. E ndërkohë do të qëndrojmë përsëri tek shëndeti, ku kolega ime Iva do të vi tani në studio për të vazhduar me një problematik tjetër të lidhur me këtë.